Përshëndetje dashur miq, dhe mirë se vini në episodin e dytë të podcastit Zgjohu. Sot do të flasim për arsimin dhe sfidat e tij. Çdo gjë nis nga arsimi, prandaj unë sot kam të ftuar dy kolegë të mi sindikalistë nga Sindikata e Pavarur e Arsimit Shqiptar, zotin Isa Alilaj, që është dhe zëvendës presidenti i sindikatës, dhe zonjën Tereza Marku, kryetare e gruas së Sindikatës Pavarur të Arsimit Shqiptar. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Atëre, po fillojmë në këndvështrimin tuaj me një panoramë të përgjithshëm në çfarë situate është arsimi sot. Shpeshherë ankohemi që klasat po boshatisin, po ju që jeni brenda sektorit e njihni më mirë situatën. Si është situata sot e arsimit shqiptar? Ne vazhdimisht e kemi bërë edhe publike nëpërmes medias edhe në takimet tona zyrtare me Ministrinë e Arsimit që situata e arsimit nuk është e mirë. Kjo fillon që nga buxheti, do të thotë kemi një buxhet të reduktuar në mënyrë drastike në raport me vendet e Bashkimit Evropian. Buxheti për arsimin është diku tek 2.4% e prodhimit brendshëm bruto, ndërkohë që vendet e Bashkimit Evropian kanë mbi 5% të prodhimit brendshëm bruto. Që këtu fillon, pra do thotë me një buxhet të tillë nuk kemi kurse të mira dhe nuk kemi mësues të mirë paguar. Problematika... Pra që të buxheti jeni të sunguar, domethënë buxheti që vjen në dispozicion. Patjetër që të marrësh sot një shërbim të mirë, do të jesh i mirë paguar. Pavarësisht se arsimi është një mision, por buxheti nuk i përgjigjet realitetit që duhet jetë Shqipëria si kandidate për në Bashkimin Evropian. Pra ne kemi ngritur vazhdimisht dhe kemi edhe problematikat e tjera që në fakt në arsimin shqiptar deri më sot nuk është kryer një reformë e mirëfillt. Kryesisht janë bërë arnime me projekte të ndryshme, janë bërë eksperimente, por nuk kemi një reformë të mirëfillt dhe ne kemi ngritur vazhdimisht idenë dhe duhet patjetër një reformë e thellë e gjithë sistemit arsimor, ndoshta që nga çerdhet kopshtet për arsimin parashkollor deri te ajo universitar. Tereza, ju jeni dhe mësuese, jepni gjithashtu mësim, a vërehet kjo boshatisja e shkollave? Zakonisht thuhet për zonat rurale, po preket e qyteti, ka mbyllje të klasave, ka boshatisje të shkollave? Përveç problematika, veç i tha dhe profesori, do më thonë, ne sigurisht që çdo gjë në fakt lidhet me buxhetin. Por në lidhje me buxhetin, gjithashtu se fillon aty për arsyeën se që aty duket nëse një qeveri e ka marrë në konsiderat arsimin dhe e ka vendosur në prioritetet e saj apo nuk e ka vendosur. Dhe pikërisht kjo është edhe fillesa, po themi, e të gjitha problematikave të tjera. Tani kjo pjesa e shpopullimit, të gjithë e kemi lakuar kaq shumë dhe vazhdojmë ta lakojmë, domethënë, po pse vjen shpopullimi? Tani kjo është një pyetje shumë e gjerë që ju përket edhe të fushave të tjera, po themi, por sigurisht që lidhet edhe me arsimin, absolutisht, sepse në qoftë se një vend nuk ka prioritet arsimin, në një vend si yni që në të vërtetë, domethënë, ne kemi një historik të mirë të dashurisë për arsimin, mund të themi, që e ka populli ynë, atëherë edhe problematikat vinë varg njëra pas tjetrës. Tani edhe humbja e shpresës se arsimi nuk është një, po themi, jashtë asaj suazës që janë problematikat e mbarë shoqërisë shqiptare. Unë e lidh edhe me humbjen e shpresës, me humbjen e besimit për një të ardhme më të mirë. Dhe kjo, të them të drejtën, e ka shpopulluar këtë vend. Patjetër që humbja e shpresës, edhe unë bie dakord që është një faktor, po duke nisur të nga ajo që tha zoti Alilaj, që ndofta është e nevojshme që qeveria ta ketë si prioritet arsimin, sepse nga arsimi fillon gjithçka. Nëse ne nuk kemi arsimin prioritet ose dim çfarë edukojmë dhe çfarë nxjerrim, atëherë bie edhe niveli i arsimdhënies pastaj. Patjetër. Dhe vazhdimisht ne kemi ngrit problemin që një pjesë e Shqipërisë është populluar vetëm për shkak të shkollave, se shqiptarët dihet që janë një popull arsimdashës, kanë luftuar për arsimin,
përpara se të ishin shtet, dhe po njëjta gjë ka ndodhur edhe për pjesën gjysmën tjetër popullit shqiptar në Kosovë, që është një rast i rrallë që ka ekzistuar një arsim i vetë financuar nga vetë shqiptarët e Kosovës pa në okupim. Do të thotë që shqiptarët e kanë të shejtë arsimin, dhe duke qenë kjo ndër lëvizje demografike, ndoshta edhe mungesa e mësuesve profesionistë në zonat caktuara të Shqipërisë e ka humbur shpresën e atyre banorëve për të ardhmen e fëmijëve tyre, dhe shumë kemi të lëvizje drejt emigracionit. Të gjithë e pranojmë që 10 vjeçarin e fundit mund të kemi rreth 40% të rënjës së numrit të nxënësve në të gjithë Shqipërinë. Dhe kjo ka ardhur kryesisht për shkak të emigracionit, dhe kemi edhe në emigracion kemi edhe pjesën më vitale të shoqërisë, do të thotë që ata kemi shumë fëmijë, nëse për shembull mund të themi që jashtë Shqipërisë sot ndodhet gjysma e popullsisë, pothuajse gjysma e popullsisë, fëmijët ka më shumë, sepse është pjesa më vitale që ndodhet. Kjo është një pikë shumë e bukur, që shqiptarët gjithmonë janë të prirur që të investojnë te arsimi, te fëmijët e tyre që të arsimojnë. Po ne shikojmë tani që po ndodhin edhe ca ndryshime në tregun e punës, duke qenë edhe po hym dhe pak tek pjesa e tregut të punës. A ndofta kërkon edhe sistemi të riformatohet me mënyrën se si japim mësim, se si nxjerrim nxënësit, mos të rrim strikt në ato kurrikulat që kanë qenë, po kërkohet një ristrukturim i gjithë sistemit? Ne nuk kemi një reformë të mirëfillt, kemi pas arnime këto vite, dhe problematikat shfaqen tash në arsimin parashkollor. Në qoftë se sot shohim hallka më dobët e arsimit shqiptar është ai parashkollor. Do thotë vetëm në Shqipëri në arsimin parashkollor fëmijëve mësohet shkrim, lexim dhe matematik, një kohë që në gjitha vendet perëndimore fëmijëve të kësaj moshe ju sugjerohet loja dhe natyra, që në fakt në Shqipëri mungon kjo. Prandaj duhet një reformë e thellë. Kemi pastaj probleme në raport me tregun e punës me arsimin profesional. Arsimi profesional edhe ai është një pikë e dobët e arsimit shqiptar, sepse edhe ne kemi kërkuar që atë kthehet në Ministrinë e Arsimit, dhe të investohet. Vërtet është një arsim i kushtueshëm, por arsimi profesional është një hallkë e rëndësishme e përgatitjes së të rive për tregun e punës, dhe arsimi profesional në Shqipëri në historinë e tij ka qenë shumë i suksesshëm. Ne kemi pas që me normalen e parë të Elbasanit dhe me arsim të mesëm profesional, me infermier, me profesione të ndryshme, dhe ka qenë shumë i suksesshëm. Dhe po të shikosh nga qeveria, gjithmonë më shumë bëhet thirrje për arsimin profesional. Si e shikoni ju nga ana ju jeni brenda sistemit, që janë të prirur nxënësit të shkojnë drejt arsimit profesional, apo duhet nxitur akoma më shumë? Atëherë, përgjithsisht, arsimi profesional, si thua, është paragjykuar disi. Tani arsyet pse është paragjykuar qëndrojnë ka shumë për të thënë rreth kësaj, por fakti është që përgjithsisht prindrit janë të prirur për t'i çuar drejt gjimnazeve, ku mendojnë se duke bërë një shkollë të mesme të përgjithshme, fëmia do të ketë mundësinë të ndjekë çdo lloj universiteti pastaj më vonë, dhe kjo është një ndër pikat kryesore. Megjithatë, ndoshta edhe ka munguar edhe orientimi për karrierën, sepse është e nevojshme që të orientohen në bashkëpunim edhe me prindrit. Se tani nëse se një mësues vëre që një nxënës nuk i ka shumë prirjet për të vazhduar mjekësinë ta zeme, dhe pse prindi e dëshiron shumë këtë gjë. Atëherë duhet këshilluar që është më mirë që të shkojë në arsim profesional. Tani, a ecën arsimi profesional? Ku është arsimi profesional? Unë mund ta lidh edhe me diçka tjetër këtë. Arsimi profesional sot, pavarësisht se flitet shumë që ka pasur shumë investime në arsim, po të pyesësh, domethënë punësimi është shumë i ulët krahasuar me atë që me pritshmëritë që kanë patur ata që kanë vazhduar arsimin profesional, dhe përsëri detyrohen të emigrojnë, dhe kjo nuk është një gjë e mirë. Përveç kësaj, arsimi profesional në Shqipëri është i varur më shumë nga Ministria e Ekonomisë, në mos gabohem, pra që ka një përqindje shumë të ulët të varësisë nga ana e Ministrisë së Arsimit. Në fund të fundit ai është një arsim, pavarësisht se është profesional.
Pra, kështu që edhe kjo ndoshta edhe kjo varet shpërndahet si mangësi që nuk është e atachuar pranë Ministrisë së Arsimit. Për ne si sindikat është sepse duket sikur e hedhin topin tek njëra tjetra, pastaj edhe për mangësitë, për gjërat, për gjësitë të gjitha. Po të rinjt kanë interes që të vazhdojnë mësuesi për shkakun, sepse ne flasim vërtet për nxënësit, por një problematik tjetër është që apo nxjerrim mësues apo jo, sepse kush do të mësojë nxënësit për arsimin profesional që të kalojmë edhe tek që lidhet edhe me mësuesin, këtu ka pas handikape tek trajtimi i arsimit profesional. Për shembull, që në normalen e Elbasanit ne kemi pas mësues që kanë dalë me arsimin e mesëm, kryesisht për arsimin fillor dhe atë parashkollor, por sot këta mësues po thuj se janë jashtë sistemet. Ligjet i nxjerrin jashtë sistemet. Për ne, për shembull, mbyllja e shkollave pedagogjike nuk ka qenë një shëndoshje, por ka qenë një dobësim i sistemit arsimor, që të përgatitesh që në shkollën e mesme të përgatitesh mësues për arsimin parashkollor dhe arsimin fillor është i mjaftueshëm. Pavarësisht sepse për ne, për shembull, është më shëndosh që një mësues mbarojë një shkollë të mesme të tipit normalit të Elbasanit, sepse të mbarojë gjimnaz dhe pastaj vazhdojnë një 2-3 vjet për mësues cikli ose diçka tjetër. Do thotë është i mjaftueshëm nëse e përtitim nxënësit më të mirë. Dhe kam një lidhje personale me shkollën pedagogjike, sepse mama ime ka qenë mësuese dhe ka mbaruar nga shkolla pedagogjike dhe e njoh dhe shpeshherë ndiheshin edhe për shkak të mospasjes së vlerësimit të mirë, domethënë aty që kishin mbaruar me pedagogjike dhe shpeshherë dhe bëheshin dhe diferencime në pagë dhe kishin shpeshherë ankesa që mësuesit e tjerë merrnin më shumë, ndërkohë që ato kishin një eksperiencë aq të gjatë, kishin nxjerrë aq shumë breza dhe nuk vlerësoheshin si duheshin. Po prandaj që ju në një moment caktuar promovohet arsimi profesional me fjalë, po kur vjen problemi te realiteti ka problematikat e veta, sepse tash ne kishim edhe infermierët që kishin një stazh pune, kishin marrë një shkollë për infermieri dhe i detyruan që shkojnë të marroni një 3 vjeçar, një bachelor. Pra, do të jenë politika të sakta në raport me arsimin profesional dhe duhet një investim jo me fjalë, duhet me vepra. Që në qoftë se dërgohet një nxënës, shkon tek arsimi profesional, ai duhet ta marrë atë profesion. Dhe këtu te ne nuk e marrin sepse nuk janë trajtuar mirë shkollat profesionale. Dhe prandaj ka pas hezitime edhe nga prindrit, sepse mund ta çosh në arsim profesional, por nuk merr një profesion. Dhe pastaj vim te profesioni i mësuesit. Profesioni i mësuesit është një profesion i bukur, por është shumë i vështirë. Dhe sot me profesionin e mësuesit nuk është problematika vetëm në Shqipëri, por për shkak të rrethanave dhe të ecjes së shoqërisë përpara e ka gjithë bota. Por organizata botërore e ka ngrit si kauzë financimin e arsimit publik, sepse kemi rënjët të financimit publik dhe këtu vendet caktuara kanë arritë të arrujnë trenin, sidomos vendet skandinave, me rruga të mirë paguara. Ato kanë ekonomi goxha më të mirë se gjitha vendet e tjera. Jo, vetëm ekonomia, por ata e kanë në prioritetet e para. Për shembull, do të jap në Irland, profesioni i tretë më i preferuar vjen mësuesia, pas IT-s dhe pas mjekësisë, që është gjithë botën. Po kemi farmacionist si profesion i preferuar. Nuk e preferojnë mësuesin. E shikojnë si profesion të lodhshëm. Hezitimi që është në prendim për shkak të profesionit të mësuesit është për shkak të si profesion, kurse këtu është për shkak sepse nuk të siguron një jetë normale. Ka është dhe vështirësia, por nuk të siguron një jetë normale. Për shembull, pagesa dhe vlerësimi i mësuesit nuk ju garanton atyre një jetë. Ne kemi pas një traditë në Shqipëri dhe unë e njoh. Ne të gjithë që jemi këtu njohim shumë familje mësuesi që kanë pas baballarët, kanë vazhduar profesionin e prindërve dhe edhe fëmijët e tyre, 3-4 breza. Por sot të hyrësh rëndomt nëpër shkollat e Shqipërisë ose të kryeqytetit mund të jenë me gishtat e dorës që fëmijët e mësuesve vardojnë për mësuesi. Jo se nuk i imponohen prindrit, por ata shohin që vështirësinë e punës prindërve dhe mundësinë e krijimit të ardhurave materiale për një jetë normale. Mos ndofta ju mësuesit keni një ngarkesë administrative, keni ngarkesë si profesion,
Dhe nga ana tjetër dhe atë që shtoj zotëria që nuk keni dhe vlerësimin e dur i bën të rinj që mos të afrohen drejt këtij profesioni. A i ka profesioni vërtet këto ngarkesa sot? Absolutisht po. Absolutisht po, prandaj po them unë nëse në vendet e tjera të zhvilluara, siç po thoshte profesori, që më shumë problematika e arsimit dhe po themi dëshira për të vazhduar mësuesinë varet më tepër nga ato problematika që sjell arsimi për shkak të zhvillimit të shoqërisë, të shkencës, të teknologjisë, ndërsa tek ne shtuar kësaj janë edhe një sër faktorësh të tjerë. Mund të flas kaq gjë lidhur me këtë përveç dokumentacionit, përveç po themi atij presionit institucional, sepse presion bëhet kur nëse nga politika, domethënë zgjidhen drejtuesit më të paaft se sa s'dua të përgjigjsoj këtu absolutisht, por që jo, janë fenomene që kanë ndodhur, edhe ndodhin që drejtuesit janë politik në përgjithësi në shkolla. Pikërisht, po edhe në ministri apo në institucionet e tjera në varësi që janë mund të kenë patur raste që s'kanë punuar kurrë në arsim, domethënë ai një person që s'e njeh arsimin normal që nuk do ta njohë mirë as punën, as problematikën që ka mësuesi pastaj dhe sjell edhe ajo problematikat e veta. Jo, unë kujtoj se po të ndërpres pa e humbur fillin e bisedës, kujtoj nënën time që natë për natë bënin ato ditarin e duke korrigjuar, nuk mbaronte asnjëherë ajo rutina. Pothuajse kështu është. Vazhdon përsëri e njëjta. Se mund të them pothuajse sepse shumë shpesh ne kemi bërë edhe ato që për shembull kemi para përgatitur në kompjuter, po ama me gjithnjë në shtëpi, nuk bëhet fjalë për kushte në punë, domethënë. Domethënë përsëri kushtet janë mungojnë që ato të zhvillohen në punë. Sepse normalisht mësuesi mbaron atë orën mësimit, mund të bëjë një përgatitje në vendin e punës dhe nuk ka pse e sjellë punën në shtëpi. Suppozohet që ato orë që jetë i qetë mëndërisht. Por nga menaxhimi i vështirë që është bërë me nxënësit, nga numri i madh sidomos në qytete, nëse në përfshatra ne tham që kemi mungesë të numrit të nxënësve, në qytet ka mbi popullim të klasave dhe ajo edhe e vështirëson edhe më shumë pastaj punën e mësuesit sepse do të jetë gjithkohës në Po, sepse kryeqyteti ka lëvizje demografike të mëdha. Po, edhe prindrit e kanë atë rolin e tyre, po themi, të presionit për notën, se këtu fatkeqësisht luftohet për notë. Nuk luftohet për dije afatgjata apo për dije të cilat për aftësi për jetën faktikisht. Mua më pëlqen më shumë kjo, domethënë që fëmijët, qëllimi i shkollës të jetë që t'i aftësoj ata për jetën. T'i aftësoj të përballojnë nesër jetën, të përballojnë në kushte të reja. Jo thjesht të mbushin, po themi, atë trurin me njohuri, të cilat mbase edhe nuk i shërbejnë nesër pas nesër. Por t'i mësojmë që ata të përballojnë jetën, pra në problematika të reja, në vështirësi të reja, Kjo vjen ndoshta se dhe prindrit kemi nevojë të edukojmë, ose dhe ata nuk kanë edukimin e dur që se rendin mbas notës, sepse të rendesh mbas notës fëmijës është një problem. Dhe nuk rendin mbas aftësive të tyre sepse ai fëmijë do dalin në jetë nesër. Ne në kontratë kolektive kemi që mësuesi është 6 orë në shkollë dhe 2 orë ka përgatitja ditore, 2 orë në shtëpi. Pra presuppozohet orari zyrtar është jo më shumë se 6 orë në shkollë, sepse në bazë kontratës kolektive. A respektohet kjo zotëria Aline? Po, përgjithësi, por mësuesi në fakt nuk është as 6 orë, as 8 orë, por mësuesi është 24 orë në funksion të punës, sepse nëse një fëmijë në orën e 10 natës shfaq një problematik gripale, normalisht prindi telefonon mësuesin a ka pas probleme gjatë ditës, do të thotë je 24 orë në angazhuar të punës. Ndjek edhe personalisht problemin e nxënësit. Sikur mbyll dyqanin edhe shkove te shtëpia, por je gjithkohën kontakt me hallet e tyre dhe është e vërtetë që për shkak të eksperimenteve që janë zhvilluar në arsim, shpesh mësuesin e kanë ngarkuar me dokumentacion me letra të panevojshme. Dhe kjo ka rëndur dhe ka largu nga shkolla. Kemi edhe një problematik tjetër, sidomos gjithë sistemi arsimor është teorik, nuk është praktik. Prandaj duhet patjetër një reformë që të kalojmë një prakticitet. Sot po flasim për inteligjencën artificiale, po flasim për profesione të reja që po zhvillohen, po flasim për ndryshime të mëdha teknologjike, domethënë ti akoma vazhdon në disa informacione që atia nuk do t'i duhen më. Duhet financimi. Ndoshta do të shikoj kurrikulat sepse për shembull vërtet secila
lënd ka rëndësinë e vet, po shpesh herë na ka hyrë më shumë punë se si hekurosja një bluze se sa teoremi e Pitagorës për shkak profesionit, pavarësisht se edhe është shumë e rëndësishme, dhe duhet të kalojmë edhe te arsimi praktik, domethënë të mësojmë praktikat e jetës fëmijëve dhe të drejt tregut punës, të mos i ngarkojmë, sepse në Shqipëri vazhdon të jetë e mbi vlerësuar nota. Prandaj themi të menduarit kritik, domethënë, të menduarit kritik që nxënësi të aftësohet që të gjej problemin, të gjej shkaqet, të gjej zgjidhjet, pra të mendoj rreth tyre dhe jo të mësoj, po themi siç e thot, pra teoremin e Pitagorës edhe pa leja do i duhet apo s'do i duhet në jetë. Pra kjo është ideja. Dhe tani në lidhje me reformat që ju e prekët pak më parë, domethënë që ato kanë qenë të cunguara, kanë qenë arnime. Kryesisht tani unë dua të cek një gjë që flitet që do ketë një reformë, pra nga Ministri i Arsimit, do ketë një reformë e cila në dijenin time, domethënë patjetër që duhet të kenë marrë pjesë mësues, por që as nuk është bërë transparente me sindikata, as në nivele të tjera, në dijenin time të paktën, nuk e di profesori, dua të them që edhe këto pastaj ja kështu lindin ato problemet gjatë rrugës. Megjithatë unë jam njohur nëpërmjet mediave, nga televizionet, pra edhe për ndryshimet që do bëhen. Mua më pëlqeu një gjë se po them u pajtova direkt me këtë, që i kishin kushtuar shumë rëndësi qytetarisë. Dhe ideja nuk është thjesht qytetaria sjellja, apo domethënë është fjala që të ketë një formim demokratik të brezave, një formim në të gjitha fushat, sepse dalin nga bankat e shkollës, njohin ta zem çfarë mund të marrën edhe demokratit. Nuk e din çfarë është demokracia, nuk e din çfarë ka qenë komunizmi. Ju thonë mendimi kritik domethënë nuk ekziston. Thjesht marrin shablon ato ose nuk din për fet, për shembull. I njohin vetëm nga mediat, nga familjet, domethënë është mirë edhe kjo, më pëlqeu domethënë kjo. Në fakt edhe unë këtë doja të pyesja që kohët e fundit ka pasur, ju keni qenë edhe në komisionet parlamentare për trajtimin e mësuesve. Ka pasur një debat për trajtimin e mësuesve. A mund ta flisni pak për këtë se si kanë qenë edhe çfarë ka bërë sindikata për këto zhvillime? Faktikisht këtu në Shqipëri ka handikape. Sepse ekziston një udhëzim i Ministrisë së Arsimit që për shkak të mungesës mësuesve në zona të caktuara të Shqipërisë, mund të vazhdosh disa kurse nëntmujore që të marrësh të integrohet që mund të përshtatet në fushën e arsimit. Në një kohë që ne kemi mësues, kemi pas gjenerata mësuesish që nuk kanë trajtuar dinjitetin që i kemi në sistem. Dhe bëhet fjalë për shembull për mësuesit e ciklit fillor që kanë mbaruar nga në vitet e dytë në vazhdim me Bolonjën, sepse dije që mësuesit e arsimit fillor ishin 3 vjeçar dhe këta për një periudhë kohë të paktën 1 vit e sa u trajtuan si bachelor, një kohë kur nuk ekzistonte bachelor. Kishim edhe dy kategori tjera që ishin mësues që mbaronin sistemin bachelor dhe këta orientoheshin drejt master profesional dhe atyre shkencor, në qoftë se ata do pëlqenin sistemin arsimor. Dhe një ditë bukur, këtyre që ishin me arsim profesional, ju thanë, jo, jyni me master profesional dhe ju trajtoni me 120.000 lek të reja, dhe jo me 140, sikur ata që kishin shkuar në masterin shkencor. Normalisht që ne që në fillimisht e morëm të jem sinqert si lapsus, sepse nuk duhet ndodhte logjikisht kështu, por pastaj hym kontakte me ministrinë në muajin shtator të atij viti, bëm takime dhe zhvilluam disa takime derisa u afruam që të dakordsohemi për ndërhyrje për këtë kategori mësuesish, por dikush që një grup interesi që në fakt nuk është përfaqësues e çoi çështjen në gjykatë kushtetuese dhe patën vonesë. Gjykata po bllokua sepse ministria u tërhoq, sepse ne nuk bisedojmë kur një çështje është në gjykatë kushtetuese. Çështja humbi në gjykatë kushtetuese, u kthyem prapë bisedimeve, ne shfrytzuam edhe komisionin parlamentar të edukimit.
dhe bëm edhe një kërkesë, paraqitem një kërkesë për ndryshime në ligjen e arsimit prauniversitar. Fatmirësisht dhe i vlen për të përshëndetur kryetaren dhe nënkryetaren zotin Luciano Boçi dhe ish ministrin Evis Kushi që gjetëm një mbështetje dhe u korrigju ky, domethënë në fillim të muajit mars ne morëm pjesë në 2 komisione parlamentare të ligjeve dhe të edukimit. Kalojnë në seancë plenare dhe situata u zgjidh. Por ne kërkojmë që dëmi i këtyre mësuesve t'ju jepet që nga dita që është mohuar, sepse të gjithë aktorët e pranuan se kemi një padrejtësi që është bërë kësaj kategorie mësuesve dhe mendojmë që do korrigjohet edhe ky problem. Po gjithsesi ne kemi kërkuar që arsimit kalojnë prioritet kombëtar, e kemi kërkuar që të gjitha forcat politike ta bëjnë një pak, ndoshta edhe kombëtar, arsimi ndoshta ka nevojë edhe për një pak kombëtar që të mbështetet me buxhet. Nuk diskutohet që 5% e GDP-s është një shumë e madhe për shtetin shqiptar, por ne kemi kërkuar që një periudhë sa është aktualisht mbështetja? Ministria e Arsimit pretendon që është diku te 3%, kurse ekspertët kanë te 2.4%. Por në fakt ai duhet të përshtatet nëse ne pretendojmë që të jemi antar të Bashkimit Evropian, ne duhet ta çojmë mbi 5% GDP-s buxhetin për arsimin dhe ta kalojmë në prioritet. Arsimi pas sigurisë kombëtare dhe integritetit territorial të vendit. Në fakt edhe pyetja që unë dua të bëj, a janë le të themi realisht a e merr politika si në vendimarrjen e saj në konsiderat pjesën e mësuesve të arsimit, si e shikoni ju si sindikat, ju keni edhe atëherë po flason prapë përderisa kam një përvojë goxha të madhe në sindikat. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë pandemia dhe ndoshta i gjithë sistemi u kaloi në një ngërç dhe për hir të vërtetës pothuajse të gjitha rekomandimet që kemi dhënë ne si sindikat nëpërmes të komunikimit me Ministrinë e Arsimit dhe medias i kanë marrë në konsiderat. Ne faktikisht kemi paraqit shumë normalisht sepse ne jemi sindikat, jemi në mbrojtje mësuesve, kemi paraqit shumë propozime, sidomos për uljen e normave mësimore, e cila edhe i lehtëson mësuesit, edhe e rregullon cilësinë e arsimit, sepse duke qenë mësuesi më pak e ngarkuar normalisht ndikon edhe te cilësia dhe normalisht e kemi përfshirë edhe në kontratën kolektive që ne çdo vit bëjmë propozime për rishikimin e normave të mësimore të mësuesve. Komunikimi ynë ka qenë i vazhdueshëm, ne për hir të vërtetës në strukturat tona kemi specialistë shumë të mirë të arsimit që janë dinjitoz në komunikim me Ministrinë, me ekspertë e Ministrisë së Arsimit dhe janë shumë argumentues. Dhe shpeshherë do të thotë për tepër e rëndësishme në punën e sindikateve që të angazhojë profesionistë, sepse të krijosh të paraqesesh kërkesa pranë Ministrisë së Arsimit ose institucione të tjera, do ta argumentosh, ti je i aftë profesionalisht që ta argumentosh një diçka të tillë. Për shembull, sot për ne një problem shumë i madh janë klasat kolektive, ku nuk ka një strategji as Ministria e Arsimit, as qeveria për klasat kolektive. Dhe ato po shtohen për ditë, ne kemi kërkuar që përveç trajnimit mësuesve, sepse ne kemi një problem shumë të madh për trajnimet e mësuesve, të rishikohen programet e universiteteve. Pra të kemi që në universitet programe për përgatitjen e mësuesve për klasat kolektive dhe grupe të lëndëve. Për shembull, ne kemi një përvojë nga arsimi shqiptar që institutet e viteve 70 kishin për shembull degën histori, gjeografi, edukim fizik ose matematik fizik e biokimi. Dhe të gjitha këto lëndë grupohen sidomos të vlen për shkollat e vogla dhe klasat kolektive, sepse mësuesit sot i kemi të shpërndarë në shumë shkolla. Për shembull, kemi mësues vetëm për historinë. Po sa orë histori ka në një shkollë normale? Ka 8 orë. Nuk e plotson normën, kështu që ky duhet të angazhuar, do angazhohet edhe në lëndë të tjera. Por kjo kërkon që në degët e mësuesisë do shkojnë nxënësit më të mirë. Që duhet jetë nxënës cilësor dhe jo sikur sot që për shembull në mësues nga halli ata që nuk dalin fitojnë diku tjetër, hajtë thotë se po shkojnë në degët e mësuesisë, po kjo shumë shpejt do ketë problematika në
sistemin arsimor dhe ne kemi kërkuar dhe kemi humbur shumë kohë të trajnimet e mësuesve. Ministria e Arsimit para disa viteve nxori licencoi disa shoqata, disa agjenci për trajnimin e mësuesve, që për ne ishte e pafalshme dhe kemi ngrit me forcë sepse kishte efektivitet. Do të thotë një mësues që ishte Do të thënë mësuesit trajnoheshin privatisht. Pra, një mësues që kishte kategorinë e dytë, trajnonte gjoja një mësues kategorisë parë. Dhe ishte biznes. Ne me ndërhyrjen që kemi bërë në Ministrinë e Arsimit, në Këshillin Kombëtar të Arsimit, Ministria e Arsimit është dakordsuar dhe trajnimet i kemi propozuar që të merren nga universitetet, duke qenë se universitetet janë laboratore që prodhojnë mësuesit, që nxjerrin mësuesit, dhe ka filluar të aplikohet. Kemi kërkuar që këto të mos bëhen vetëm tek universitetet, sepse mësuesve i merr një kosto shumë të lartë për të bëhen pedagogët shkojnë pranë zyrave arsimore. Se për shembull, një mësues të shkojnë nga Tropoja në Shkodër për një trajnim është i kushtueshëm. Prandaj pedagogët shkojnë pranë zyrave arsimore të çdo zyre arsimore dhe të jepen trajnimet. Për ne nuk ka një institucion më të besueshëm se sa universitetet e edukimit. E kuptoj. Pra, ligjet e edukimit, kështu që është shumë e nevojshëm për ne problemi i kualifikimit mësuesve dhe i trajnimit tyre të vazhdueshëm. Tani duke u futur dhe pak tek pjesa e sindikatës, edhe ju të dy jeni sindikalistë si puna ime, si e shikoni punën e sindikatës tuaj, nisma që ka ndërmarrë, se shpeshherë ne ndërmarrim nisma, se prandaj është dhe ky podcast për të folur edhe për çështje edhe arritje të sindikatave, sepse sindikatat bëjnë gjëra, por shpeshherë jo se harrojnë sindikatat, por nuk flitet për ato, ose kalojnë në heqje që e ka bërë sindikata. Nëse keni diçka që mund të shtoni në këtë pjesën, ose doni të vlerësoni të punën e sindikatës. Atëherë po nis nga ajo realizimi i atij korrigjimit që u bën në ligjin për arsimin parauniversitar për pagesën e grupit të mësuesve me 3 vjeçar, që thamë ne, që ata kanë në fakt titullin mësues, nuk janë bachelor. Ajo. Kjo do të thënë, pavarësisht gjithë sfidave dhe gjithë vështirësive që na dolën përpara, shpeshherë janë vështirësi edhe, si thuash, të artificiale, po themi, të krijuara, pikërisht nga, po themi, shpeshherë edhe nga padia, nga protagonizmi i disa personave, se te padia te kjo, do të thënë, mësuesit përgjithsisht informohen, pavarësisht se dhe të gjitha këto sfida, do të thënë, me të cilat përballet sindikata, shpeshherë ne edhe nuk i bërtasim me të madhe. Dhe kjo është gabimi jonë i sindikalizmit në përgjithësi. E kemi thënë dhe besoj që do ta ndryshojmë me kalimin e kohës, domethënë, sepse shpeshherë e di si thot mësuesi nganjëherë. Po ju ja paga e grupit për shembull. Po po pagën e grupit e ka bërë, po nëse rritet rroga e ka rritur ministria, nëse është diçka që e penalizon mësuesin e ka bërë sindikata. Më kupton tani? Ndërkohë është krejt e kundërta është komplet e kundërta. Që sindikata vetëm për mirë mundohet, nuk mundohet për penalizuar punë marrësin. Për një sindikat, si sindikata jonë që ka një historik, po themi të saj, që ka arritje të mëdha, që ka një kontratë kolektive që është bërë në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, që është e niveleve të vendeve të Bashkimit Evropian. Të kemi një kontratë të tillë, pastaj domethënë nuk e di se si mund të thuash çfarë keni bërë ju si sindikat. Pra, kjo është ideja. Kjo ne nuk e marrim për keq. Ne kjo na vlen sepse na mban gjithmonë të karikuar për të punuar më shumë, për të kaluar të gjitha sfidat që neve na dalin përpara. Unë shpeshherë në takime ndërkombëtare të përmend që shembull më i mirë janë 2 sindikatat e arsimit që kanë një aleancë bashkë dhe negociojnë, sepse nuk ka nevojë që të ketë konkurrencë midis sindikatave, dhe qoftë brenda sektorit, nëse ulemi në tavolim, ulemi për interesat e përbashkëta të punëmarrësve. Sindikata e pavarur arsimit shqiptar është pjesë e gjitha strukturave botërore dhe europiane, është pjesë e AI-s, është anëtare me drejta të plota,
është antare e tucës e organizatës europiane, presidenti i sindikatës zoti Nevroz Kaptili është antari i komitetit ekzekutiv të këtyre sindikata, pra jemi të përfaqësuar në gjithë organizmat ndërkombëtare. Patjetër, jemi një organizatë e integruar. Pra organizata e mësuesve në Shqipëri është pjesë e Bashkimit Evropian, është pjesë e strukturave europiane dhe do t'jap edhe një lajm të interesant që në muajin me lobizmin e zotit Kaptelli, presidenti i sindikatës si antar i komitetit ekzekutiv, në muajin maj me datën 21 maj do bëhet një konferencë europiane në Tiranë për buxhetin e anarsim. Pra do vinë ekspert dhe do jenë do jenë pjesëmarrës nga të paktën 34 organizata, 34 sindikata europiane bashkë me presidentin e sindikatave të Europës dhe drejtorin ekzekutiv për të sensibilizuar edhe shoqërinë, edhe politikën. Është kërkuar me ngulm që t'jenë në Shqipëri që të ndikojnë tek buxheti i arsimit. Kjo është një iniciativë shumë e mirë sepse arsimi është një pikë kritike që duhet ajo që ju tham fillim që duhet të jetë prioritet kombëtar. Ne përveç se mbrojtjes mësuesve që kemi si detyrë, sepse ata na kanë besuar mbrojtjen, ne kemi luftuar që luftojmë edhe për një arsim cilësor, sepse kjo ka qenë edhe motoja e sindikatës parë që është krijuar në vitin 23 në Shqipëri, sindikatës arsimit, që thoshte një organizatë mësuesish mbrojnë të drejtat e mësuesve dhe lufton edhe për një arsim cilësor dhe edukim adhëtar. Dhe ne jemi përpjek t'i bëjmë. Është shumë bukur ta përsërisja që ne nuk e kemi, ndoshta kemi mangësitë tona për shkak të mungesës stafi që nuk i kemi arriti publikojmë, por gjithsesi mendojmë që jemi një sindikat e suksesshme, edhe partnerët europian e quajnë të suksesshme sepse objektivi kryesor i çdo sindikate është një kontratë kolektive dinjitoze dhe ne mendojmë që këtë kemi arritë. Të gjithë faktorët e pranojnë që kemi një rënje 40% të numrit të nxënësve në Shqipëri, por nuk kemi rënje të numrit mësuesve. Për shkak të propozimeve tona, të rishikimit normave mësimore, sindikata i kanë mbrojtur, i kanë mbajtur vendet e punës. Dhe propozimet e fundit që ne po bëjmë ose që e kërkojmë që është domosdoshmëri, është që orari i qëndrimit në shkollë të fëmijëve të jetë të përputhet me orarin zyrtar. Pra që ne të kemi mundësi kjo after school që do jetë mbas shkollës. Por kjo nuk do jetë kopim detyra sikur after school të Tiranës të rëndomta sot që prindërit paguajnë, por të jetë mbushur me aktivitete sepse kemi një problem në sistemin e edukimit sidomos në Shqipëri dhe shpesh po shfaqen edhe dhunë sepse duke qenë që koha e fëmijëve për socializim me njëri tjetrin është e kufizuar, duhet mbushur me aktivitete. Dhe kjo është shërben edhe për të mbrojtur vendet e punës dhe mësuesve dhe për të aktivizuar mësues të ri, studentë që sapo përfundojnë ose mësues që janë në prag pensionit, sepse nuk diskutohet që arsimi është i lodhshëm dhe një mësues 65 vjeçar për shembull e ka shumë të vështirë. Kështu që mendojmë politika liruese edhe për mësuesit që janë në moshë sistemi. Dhe për hir vërtetës telefonat ta nuk pushojnë 24 orë sepse mësuesit kanë shpresë që dëgjojnë zgjidhje dhe ne jemi përpjek me shumë përkushtim që t'ju gjendemi prapë. Edhe do t'jap vetëm një shembull. Ne mbijetojmë vetëm me kvotat të antarëve tanë. Dhe është një kvotë që ndoshta është më e ulta në botë, është dhe kemi vetëm 2 persona funksionar në sindikat. Kemi presidentin dhe për sidomos dëshmëri, kemi parë mundësinë e punësimit të një juristje, sepse unë dhe profesoresha jemi mësues, mund diskutojmë për arsimin, por mësuesit kanë edhe problematika juridike që duhet kërkojnë zgjidhje dhe ne me këto kuota të antarëve tanë, përveç detyrimeve që kemi me ndërkombëtarët, të kemi një juriste pranë sindikatëve për të zgjidhur problematikat e tyre të përditshme, sepse sot kemi na shfaqen shumë problematika, ndoshta edhe artificiale. Qëllimi jon kur e kemi krijuar këtë podcast për të folur për çështjet e punës, kjo ka qenë që të flitet edhe për sindikatat, të flitet për problemet dhe shpeshherë kemi kushtuar një episod, një sindikate të caktuar që ato të kenë hapësirën për të folur. Dhe ajo thirrja që ju bët, unë duhet i bashkojmë asaj thirrjes që punojësit duhet të antarësohen sindikat, mundësisht të shikojnë edhe atë rishikimin e kuotave, sepse sindikatat tona
e juaja si shtat, por dhe jona e telekomunikacionit mbahen me ato kuota. Dhe sa më shumë kontribuojnë punojësit, aq më shumë hapësira kemi dhe ne për të lobuar për ta, për të luftuar për ta. Fuqizohet sindikata kur ka një numër të madh antarësie, kur edhe për atë bashkësinë e zërave, po themi, që bëhen së bashku solidariteti, uniteti etj, por edhe ke mundësinë pikërisht për atë që ju po thoni që të realizohen shumë më shumë arritje objektivash. Bashkimi bën fuqinë dhe kolektivisht mund të ndryshojmë shumë gjëra me anë sindikatave, sepse ndonjëherë sindikatat i shikojnë si struktura të vjetra, të vjetruara, por janë struktura që ekzistojnë në gjithë botën dhe që ndihmojnë të gjithë profesionet për t'u forcuar. Unë për ta mbyllur këtë bisedë doja edhe diçka të fundit, një pyetje për të dy, nëse do të kishit ju diçka në dorë për të ndryshuar në sistemin e arsimit tani në këtë moment, çfarë do ndryshonin ndoshta? Okej, tani ndryshimet mund të jenë të shumta, unë po ndalem në dy gjëra. Do t'i jepja shumë më shumë pavarësi mësuesit, sepse ai duke qenë në kontakt me nxënësin e di shumë herë më mirë për çfarë ka nevojë një nxënës apo të gjithë së bashku, dhe ajo lloj pavarësie tek ne mungon për shkaqet që ne i tham pak më parë. Gjithashtu rritja e rrogës, absolutisht një mësues i vlerësuar mirë, ai është më efikas. Ai është më i qetë në punën e tij. Ai mundet të jap shumë më shumë nga vetja, pavarësisht se ne me të vërtetë unë e them gjithmonë që mësuesit shqiptar janë heronj. Pse? Sepse të kesh domethënë një profesion, mision gjithë jetën, dhe pavarësisht që ai misioni yt nuk të shpërblehet kur, domethënë, as për një jetë mesatare, po themi, atëherë kjo është një heroizëm për mendimin tim. Kështu që rritja e rrogës, ne kemi pas thënë dy fishimi, por faktikisht jo që s'është arritur akoma, por edhe ajo duhet të i kalohet duke parë edhe rritjen e çmimeve që është në vazhdimsi. Këto do të ishin dy gjërat kryesore, edhe diçka tjetër lidhur me reformën që e thash, që reforma kurrikulat, domethënë të përgjigjen ndryshimet, të bëhen ndryshime me një bazë të gjerë ekspertësh, të merren ekspert nga të gjitha anët, nga të gjitha ngjyrat, jo të shikohen jo ky është i majt, ky është i djathtë apo ky është i qendrës, por kush jep kontribut real në arsim edhe të bëhet një reformë që të jetë e mirëfill dhe që të përgjigjet kërkesave të sotme të zhvillimit të teknologjisë apo edhe të zhvillimit të shoqërisë në tërësi. Këto do ishin domethënë. Pastaj nëse më fal do ta bëj një gjë që është gjë jo shumë e madhe kjo, as nuk është e vështirë për të bërë. Kjo karta performancës. Të gjithë mësuesit e thonë kjo duhet të hiqet. Tani pse? Sepse ajo po sjell shumë fiktivitet. Të vjen në dar shkollat me njëra tjetrën, që nuk ka as ndonjë, si thua, ndonjë benefit ajo gjë, por e ka nxitur shumë pikërisht fiktivitetin. Edhe unë për shembull do të isha shumë për ta hequr këtë si mbase shumë nuk janë, por unë për vete po ta kisha në dorë do ta heq. Unë jam pak më radikal se sa Profesoresha. Do të thotë që historia e Shqipërisë ka pas ato problematikat e veta, por nëse ka një faqe ndritur kjo histori, e ka arsimin. Pra në të gjitha periudhën historike, mësuesit kanë qenë në kanën e duhur të historisë dhe unë i referohem shpesh herë të madhit Mir Arsivanaj, që është për mua reformatori më i madh i arsimit shqiptar i viteve 30, që bëri një reformë. Duhet ta them pastaj mos më iki. Që ai bëri një reformë kombëtar, një reformë në arsim që kishte një frymë perëndimore dhe një karakter kombëtar. Ka ardhur koha për një reformë të thellë të sistemit arsimor me frymë europiane dhe karakter kombëtar, ndoshta unë e kam ngritur vazhdimisht që kjo nuk duhet të përkasin vetëm territorit shqiptar, Shqipërisë, por të kapin gjithë hapësirën shqiptare, sepse ne kemi pas të unifikuar arsimin me Kosovën deri në vitin 48 dhe por kjo duhet një marrëveshje e fortë që arsimi të jetë prioritet kombëtar, jo vetëm shtetëror, kombëtar. Sepse sot pjesë e madhe shqiptarëve jetojnë jashtë kufive Shqipërisë, ne kemi një gjuhë, një histori dhe duhet të barazohemi me kombet europiane nëse ne pretendojmë, sepse dikush thotë
pse i përmend fëmijët gjerman ose francez, po nëse do hym tregun e punës në Bashkimin Evropian, të njëjtin edukim arsimor do të marrin sikur fëmijët shqiptar, sikur gjerman, sikur francezët, që të jenë konkurrues në tregun evropian. Ishte diçka tjetër të fundit për të shtuar? Sepse së fundmi, si vjet, domethënë, është nga Fondacioni Mirashi Banaj, është dhënë një mundësi për të votuar mësuesin e vitit, edhe janë dhënë çmime. Unë e përshëndes këtë nismë shumë, edhe ata mësues që e kanë fituar pavarësisht domethënë është. Po kush i voton? I votojnë studentët apo votojnë njëri tjetrin mësuesit? Jo, i kanë votuar prindrit dhe nxënësit, ose edhe ish nxënësit. Tani përkundrejt. Kjo bëhet në nivel shkolle apo bëhet në nivel rrethi? Në nivel të Tiranës. Në nivel rrethi. Sa herë. Dhe flitet që do bëhet në nivel. Dhe unë pikërisht nga që zoti Alila gjithmonë e lakon në çdo fjalë të tij këtë, domethënë do ishte ndoshta mirë edhe të kishte qenë me një bashkëpunim me sindikatën, nuk më ka pëlqyer që ka qenë në bashkëpunim me ministrinë, do kisha qenë më dakord në bashkëpunim me sindikatën, sepse ndoshta kjo do t'i jepte edhe më shumë. T'ia drejtojmë këtë apel dhe ministrisë që ky bashkëpunim të bëhet edhe me sindikatën dhe të përfshihet sindikata kur do herë. Unë një nga kërkesat që kanë bërë publike është që do të rrezikohet emrat e shkollave. Të kemi mos kemi një shkollë publike me emrin e Mirashi Banajt dhe kemi rëndov me njerëz që s'kan asnjë kontribut për arsimin, është e pafalshme. Unë e kam thënë publikisht, emrat është emërtimi i shkollave, të drejtën për drejtën për të pas emrin në një shkollë e kanë vetëm firmtarët e pavarësisë dhe pasqyria e mësuesit, askush tjetër. Shumë faleminderit të dyve që ishit pjesë e podcastit. Nuk e di nëse ju ka ngel ndonjë tjetër merak, por unë falenderoj, ishte një bisedë e këndshme midis kolegëve sindikalistë edhe për të adresuar problematikat që ka arsimi. Falenderojmë shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ky ishte edhe episodi i dytë i podcastit Zgjohu. Faleminderit që na ndoqët.